Këtu në këtë fotografi më do këtë pak si një rast ma Iran. Po, vërtet, dok, si e ki rregullu këtë pacient? Po, ky pacient është me smundje të misha e dëmve, që i thojnë paradontopati ose paradontoz, ku shkrihet kocka ose resorbohet komplet kocka, edhe dhëmë zhveshen edhe pacienti hub gjithë dhëmët. Qish mund më mbru? Edhe kemi zavendësu me implante, janë do metoda që thirën All on 4, All on X ose Teeth Express, ku heken gjithë dhëmët me një seancë, pëllojmë një nanofull, njëjtën kohë qitën 4 ose 6 implante, dhe të njëjtën ditë qitën edhe dhëmë provizor. Do të pacienti është uraja, nuk mundet me hek provizorën, edhe mas 3 mujve, 3 gjys, heket aja miret masa dhe bëhet ure zirkoni. Ama shumë e pas ke bo bukur, doke, shumë pas ke, a ka pas shumë punë, ka pas shumë lodhje me bo këte? Jo, kjo bëhet ose një nanofull njëherë në anestezjen lokal, që zgat operacioni rreth 2 orë, edhe një orë e gjysë dhëmbët deri sa t'i punojmë që t'ja vendosim provizort, edhe mas një muj në ofulla tjetër. Ose, tash nuk e di ky rast ka qenë qaj rasti në anestezian për gjithshëm apo në lokal, që se pacienti s'ka kohë, për shumë shumica që vinë nga Amerika nuk kanë shumë kohë. Është bë me implantë kjo doktor, më duket apo jo? Po, me implantë. Atëherë shtim në anestezian për gjithshëm, do të flan, edhe e bëjmë edhe lart edhe poshtë njëjtën kohë. Edhe operacioni zgat rreth 6 orëve, edhe pacienti kur zgjohet, shohet me dhëmë. Sa gëzohen tani pacientët? Gëzohen shumë. Çfarë ndjenja është për ty si doktor? Po çaj është ndjenja më e mirë. Çaj është shpërblimi për mua, edhe për gjithë doktorat besoj. Absolutisht. Kur pacienti ndahet i kënaqur edhe ja ndron jetën, ndron psikikisht, ja hap vetbesimin edhe plotësinë tjera. A mendon se Kosova ka potencial më bo qendër rajonal për turizëm shëndetësor? Unë besoj që po. Ka shumë potencial. Ma shumë se tjera shtetet në Ballkan për shembull ose? Ndoshta ma shumë nuk e di, mirë po ka shumë se për turista Kosova ka shumë çka më ofru. Zakonisht për tri është edhe jeta e natës, është ushqimi i mirë. E kemi Shqipërinë afër me Shetit, Malinezi, Maqedoninë. Edhe mirë po vetëm puna e sigurisë më besoj, domethënë derisa të rregullohet çështja e Kosovës edhe pacientat kanë siguri që të vinë te ne. Se nëse hin ti në Google edhe shef që Kosova nuk është rang si shtet i sigurt, atë për atë arsye ne ngecim pak.